Pas refuzimit të palës serbe në janar të këtij viti, të ulët në tavolinën e bisedimeve në Bruksel për çështjen e të pagjeturve, një takim i ri pritet të mbahet gjatë muajit prill. Sipas kryetarit të Komisionit Qeveritar për personat e pagjetur, Andin Hoti, takimi i Komisionit të Përbashkët për të pagjeturit do të mbahet brenda 10 ditësh. Hoti, që të martën u takua në Prishtinë me përfaqësues të emisarit për dialogun Kosovë-Serbi, Peter Sorensen, ka thënë se dy temat që do të shpalosen në Bruksel janë arkivat shtetërore të Serbisë dhe lokacionet për gërmime atje. Do të na ndihmojnë shumë drejt rrugës së së fatit personat të rrugës, sepse kanë ndodhur krime të mëshme të serbëve në Kosovë, metoda ndryshme që është shumë problem me u gjetur me këtyre arkivave. Hoti në një intervistë për ATV tha se pret qasje ndryshe ndaj Serbisë nga strukturat e reja të BE-s. Mu më dha një lloj shpresë që ky emisar vërtet të ketë prioritet çështjen e rrugëve dhe do të tentoj që këtë çështje ta shtyj përpara në Bashkimin Evropian. Nëse edhe kësaj radhe pala serbe refuzon të marrë pjesë dhe nuk ndërshkohet, sipas Hotit nuk do të kishte më kuptim as dialogu me Serbinë. Një raport që është dërguar me ASEAN informuam 27 shtetet anëtare të Bashkimit Evropian për mos pjesëmarrjen e Serbisë, nëse kësaj radhe nuk do të marrë pjesë, unë besoj që nuk ka më kuptim as dialog as kurrë në Serbi. Hoti në shkurt të këtij viti i kishte dërguar letër përfaqësueses së lartë për punët e jashtme dhe politikën e sigurisë Kaja Kallas, duke kërkuar hapa konkret për të detyruar Serbinë të zbatojë deklaratën e Përbashkët për personat e zhdukur dhe të hapë arkivat ushtarake, policore dhe të inteligjencës.